Sot, do të zbulojmë së bashku se si një akt kaq i zakonshëm si përgatitja për gjumë mund të shndërrohet në një ritual të thellë, plot adhurim dhe qetësi. Mes gjithë këshillave dhe teknikave për një jetë më të mirë, cili është ai veprimi vetëm, më i thjeshti, por ndoshta më i fuqishmi, që mund të bëhet para se të bijem në gjumë? Përgjigja, me thjeshtësinë e saj, është vërtet befasuese. Po, saktësisht, fshirja e shtratit, një veprim kaq i zakonshëm apo jo? Diçka që shumë prej nesh e bëjmë mekanikisht pa e menduar fare, por ja ku qëndron sekreti. Ky nuk është thjesht një zakon pastërtie, është hapi i parë drejt një rituali me kuptim të thellë, një kujtesë se veprimet më të vogla mund të mbartin peshën më të madhe shpirtërore. Pra, le të shohim pak më thellë se çfarë fshihet pas këtij zakoni. Kjo nuk është thjesht një rregull i mirësjelljes apo pastërtisë. Jo, rrënjët e tij shkojnë thellë në traditën profetike, duke na ofruar një udhërrëfyes për qetësi dhe mbrojtje. Dhe ja ku e kemi burimin. Kjo këshill e lashtë, por kaq aktuale, na mëson dy gjëra shumë të rëndësishme. Nga njëra anë është mençuria praktike, pastrimi i vendit ku do të kalojmë orë të tëra në pushim. Por nga ana tjetër, është një mësim i thellë për ulësie. Ne pranojmë se ka gjëra që syri ynë nuk i sheh dhe përmes një veprimi të ndërgjegjshëm kërkojmë mbrojtje. Por prisni pak, sepse fshirja e shtratit është vetëm fillimi. Mendojeni si Chelsea që hap derën për një rutinë të plot me 3 hapa fare të thjeshtë që e shndrojnë gjumin nga një nevojë fizike në një përvojë shpirtërore të vërtet. Le t'i zbulojmë së bashku. Dhe ja ku i kemi 3 styllat kryesore të këtij rituali të mrekullueshëm: pastrimi i trupit dhe i shpirtit, gjetja e pozicionit të duhur për prehje dhe fjalët e fundit që i drejtohen krijuesit. Secili hap është si një notë muzikore në një simfoni qetësie që na përgatit për misterin e natës. Hapi i parë, pastrimi ose siç njihet, abdesi. Kjo nuk është thjesht larje për t'u ndieri freskët. Jo. Është shumë më tepër se kaq. Është një pastrim shpirtëror, një mënyrë për ta kaluar natën në një gjendje të vazhdueshme adhurimi. Imagjinoni, tradita na mëson se kur një person flem abdes, engjëjt qëndrojnë pranë dhe luten për të deri në agim. Dhe këtu e shohim fuqinë e vërtetë të këtij veprimi. Mendoni pak, gjumi, diçka që të gjithë e bëjmë, shndrohet në një akt të pandërprerë adhurimi. Teksa trupi pushon, shpirti mbetet i lidhur. Vetëm mendimi se engjëjt luten për ne, çfarë bekimi i pamas. Tani hapi i dytë ka të bëjë me trupin ton. Si duhet të shtrihemi? Tradita profetike na jep një udhëzim shumë specifik, shtrirë në anën e djathtë me dorën e djathtë poshtë faqes së djathtë. Nuk është një pozicion i rastësishëm, është një mënyrë për të sjellë ndërgjegje dhe qëllim edhe në aktin e pushimit. Dhe këtu gjërat bëhen edhe më interesante. Kjo nuk është thjesht një këshill shpirtërore. Shkenca moderne, shekuj më vonë, ka vërtetuar se fjetje në anën e djathtë realisht lehtëson presionin mbi zemrën dhe ndihmon sistemin e tretjes. Një harmoni e përsosur mes urtësisë së lashtë dhe zbulimeve bashkëkohore. Dhe së fundmi, vim tek fjalët. Hapi i tretë, kulmi gjithçkaje. Një lutje e shkurtër por jashtëzakonisht e fuqishme. Me emrin tënd, o Zot, unë vdes dhe jetoj. Me këto pak fjalë, ne pranojmë me përulësi të plot se gjumi është një gjendje jashtë kontrollit ton dhe ja dorëzojmë veten tërësisht krijuesit. Mirë, deri tani kemi parë se si bëhet. I kemi hapat. Por pyetja e vërtet, pyetja thelbësore është pse? Pse gjithë ky përkushtim për diçka aq të thjeshtë sa gjumi? Përgjigja na çon në zemrën e kuptimit të jetës dhe vdekjes. Përgjigja qëndron në një koncept të thellë dhe të fuqishëm. Në traditën shpirtërore islame, gjumi nuk shihet thjesht si pushim. Ai konsiderohet një vdekje e vogël, po një metaforë e fortë për ndarjen e përkohshme të shpirtit nga trupi. Le ta mendojmë këtë për një sekond. Çdo natë kur syt mbyllen, shpirti ynë nis një udhëtim të përkohshëm larg trupit dhe zgjimi në mëngjes. Ai nuk është kurrë i garantuar. Është një dhuratë, një mëshirë, një rikthim. Kjo e bën çdo moment para gjumit jashtëzakonisht të çmuar. Kjo na sjell në një zgjedhje themelore, çdo natë. Si duam t'i kalojmë ato momente të fundit të vetëdijshëm para se të flem? Duke e mbyllur ditën me përmendjen e Zotit, ne sigurohemi që nëse ai udhëtim rezulton të jetë i fundit, fjala jonë e fundit ka qenë më e larta. Në të kundërt, gjithçka i lihet rastësisë. Dhe ja ku bashkohet gjithçka. Tani e kuptojmë. Fshirja e shtratit, abdesi, pozicioni, lutja. Këto nuk janë thjesht zakone apo veprime mekanike. Ato janë një përgatitje e vetëdijshme për këtë vdekje të vogël, një shprehje e thellë besimi dhe dorëzimi para se të hyjmë në errësirën e natës. Dhe kështu,
Arrim në fund me një pyetje që secili prej nesh mund t'ja bëj vetes. Tani që e dim këtë kuptim të thellë, si do të zgjedhim ta përfundojmë ditën tonë sonte? Ndoshta përgjigjja nuk gjendet te gjestet e mëdha apo veprat heroike, por pikërisht në bukurinë e thjeshtë të një rituali të lashtë që na lidh me diçka pafundësisht më të madhe se vetja jonë.